Specialistë të emergjencave civile shpjegojnë se prurjet aktuale të Vjosës janë një reflektim i rreshjeve të një nate më parë dhe se niveli prej 8 metrash në Memalia i mëngjesit të sotëm pritet të mbërrijë rreth orës 13. Këto vërshime të Vjosës do të testojnë për herë të parë kapacitetin e argjinaturave të cilat u përforcuan pas përmbytjeve të viteve 2013-2017. Aktualisht ndodhemi këtu në fshatin Ferras, pranë argjinaturës së lumit Vjos. Situata për momentin paraqitet stabil me problematika të vogla. Aktualisht kemi rreth 200 hektar sipërfaqe tokë bujqësore në praninë e ujit, si dhe kemi prezencuar edhe në disa shtëpi që ndodhen brenda argjinaturës së lumit Vjos. Kemi bërë evakuimin e një familjeje që ndodhet brenda argjinaturës. Gjithashtu kemi bërë dhe njoftime dhe të gjithë familjarëve që ndodhen që banojnë pranë argjinaturës së lumit Vjos për të jenë përgatitur në rast se do kemi nevojë për të bërë evakuime në orët në vazhdim, pasi në bazë të informacioni që kemi pritet një rritje e nivelit të lumit Vjos dhe le të shpresojmë që mos kemi situata të rënda. Gjithsesi ne jemi këtu, jemi të përgatitur dhe kemi marrë masat për çdo situatë. Ne nuk na mbyt argjinatura, ne na mbyt kanali, çka ka bërë shteti. Prit cop rrugë aty, e niveloi të gjithë argjinaturën, shko si ka qenë mbushur. Ka qenë mbushur me aq dhe ta filmoj edhe andeti, shko si ka qenë mbushur, tani pritesh, unë kam investuar gjithë ato lekë të serat aty, pres na minutë, po shpërtheu aty kanali, lekë do bëj dëm që i gjithë aty do plasi kanali, po do mbysi serat. Pse? Vetëm për ka gjë, po t'ishte mbushur, po t'ishte niveluar, nuk na mbyste asnjë gjë. Argjinatura s'ta mbyt një. Se po doli argjinatura le ta mbysi. Po këtu kjo pjesë këtu është ngritur tamam, është tamam. Komplete u mbyti gjithë fshati. Vajti ujtë 1 metër në shtëpi. Jo këtu, se unë kam shtëpi të reja këtu, kam një par shtëpi të vjetra andej, po këtu nuk hipi lartë, se kemi të ngrita në 1 metër e gjysmë në këto pa. Qa den shpërbime? Për dëmet që janë? Mos sa i skarur që fare shteti të verifikoj asë në gjatë. Ja, ram ato ngricat u thanë ato. Do vishë që është domaten time është plot me domate, është tarë, është qullosur domatja. Se edhe njëri fare të pyeste një. Ora të thoshte një lapar, le mos t'japi. Le mos t'japi, nuk dua. Për këto gjëra bëlle, që nuk i duar. Këto janë gjëra të Perëndisë. Më të gjithë para, me. Po pse më shkoni në shtëpi? Po shkon se po e kam babin keq. Po më vdes babi. E na kam pyet edhe do me çik ndihma e gjëra, po ndihma nuk ka këtu. Po ja, po ju ndihmon tani në shtëpi që po shkon. Po dhe për gjëra të tjera. Te cila familje po shkoni? Te cila familje po shkoni? Te familja Rrafit Gruta. Dhe ju jetoni aty apo jeni vajza? Ja vajza. Jetoj në Itali, me ardha Italia për baban se keni keq. Nuk e di se shkon 1 orë, shkon 2 orë, shkon 1 ditë ose shkon 2 ditë. Morë vesh për situatën? Morë vesh për situatën dhe erdhëm direkt në Shqipëri. Jemi 3 fëmijë, 2 vllai ka ardhur në brend, se erdhëm të 2. Në Italia, vllai ka ikur në ujë. Emri juaj është? Marieta Milta. Shkuara.